kohët fundit ka degraduar arsimi dhe do të thotë në arsimin fillestar dhe të mesëm merren punohet për notë. Dhe prindërit kënaqen me notën. Fëmiu im i ka të gjitha 5 dhe me kornizën kurikulare aktivitetet jashtëmësimore janë të programuara edhe në shkollë. Po është e pamjaftuar, për shembull, grupi letrar, grupi i sportit, ajo, kjo do të thotë fillesat e aktiviteteve jashtëmësimore i marrin në shkollë dhe mirë do të ishte këtu të jetë konsulta mes mësimdhënësit dhe prindit që mos të humba as kohë veç sa për ta dërguar diku në fëmijën, po ta merr orientimin se ku janë identifikuar shkaqësitë e një fëmiu, shembull në institucione arsimor. Kjo është e rëndësishme. Kohët fundit ka degraduar arsimi dhe do të thotë në arsimin fillestar dhe të mesëm merren punohet për notë. Dhe prindërit kënaqen me notën. Fëmiu im i ka të gjitha 5. Ose arsimi i lartë, fatkeqësisht zhvillohet për diploma. Dhe njerëz, valla unë kam marrë herë, po punoj edhe ja kam mbaru master. Po mirë ti, pse s'po gjen punë? Do të thotë vetpunësim, ti kur të kish aftësi, kur të arrish kompetencë në shkollim, në aftësim tonën, ti ki mundësi mu vetpunësu, ki mundësi me marrë 5-6 firma, me marrë kontabilitetin, edhe me një rrogë në shtëpi. Do të thotë, formati i mësimdhënies, edhe formati i kompetencës ka ndryshuar. Ne duhet ecim ka ecë këtë bota civilizuar, po orientim numër 1 duhet jetë tregu i punës. Me dispozita ligjore që e përmendet, nuk është e përkryer, po megjithatë disa indicje të ligjit rregullojnë në çështjen e punës të kurseve jashtëfimore, është ligji i arsimit profesional edhe ligji i autoritetit kombëtar të kvalifikimeve. Ka dhe rregullore, nisë rregullorësh, po që duhet plotësohen, duhet të adaptohen, duhet të përditësohen edhe ato, që e rregullojnë këtë fushë. Por, një shoqëri që e krijon kuadër të mirëfillt, të përgatitur, ajo është qelës edhe porta parë me pas deputet mirë, me pas ministër mirë, me pas policë mirë, me pas mjek mirë, me pas prokuror mirë, gjyqtar mirë, do thotë pa avancimin e sistemit të arsimit, ne nuk kemi shoqëri të shënosh. Sigurisht. Po mendoni që fajin kryesor kanë vetëm politikanët, politika, shteti, apo edhe shoqëria jonë që nuk e ndrej zërin shumë? Janë 120 deputet në vullnet i popullit e ke funit të përzgjedhurit, ata i nxjerrin ligjet, ata janë që e përcaktojnë fatin e ardhmerisë tonë. Prandaj duhet kujdes edhe kur e vejmë qatë se demokracinë mirë që e kemi ndorë derisa e hedhëm kuti. Kur ta hedhëm kuti ja kemi falë dikuj. Varësisht kujtja ke dhenë. Dhe aj për 4 vite përcakton fatin e të tjerve. Ne nuk kemi nevojë as për lutje, as për çpikje të reja, ne kemi nevojë me marrë modelet avancume të popujve tjerë.